Publiku ka rikthyer vëmendje në skenën e operas shqiptare pas periudhës së tranzicionit. Për herë të parë këtë vit ashtu si në të gjithë botën, ka nisur edhe blerja e biletave online. Ky fakt, sipas drejtorit të operas Xhani Ciko, tregon se tashmë opera shqiptare mund të krahasohet me operat më të njohura sa i takon larmisë dhe nivelit artistik të shfaqjeve. Një dëshmi e gjallë e një farë interesi që ekziston në Shqipëri në të gjitha drejtimet për këtë gjini. Unë mund të them që kjo ka sjellë më shumë vëmendje ndaj operës, frekuentimi i saj nga publiku, nga shtresat e ndryshme, krimi një publiku të ri, elitar, vëmendja e madhe e personaliteteve të vendit që janë vazhdimisht prezent. Për herë të parë përjetojmë edhe raste të blerjeve të biletave me internet dhe të ardhjes edhe të njerëzve që kanë besim se po të vinë të shohin një shfaqje në Operën e Tiranës do gjejnë diçka që ato do t'i kuriozojë. Ciko përmend si suksese të këtij teatri disa nga premierat e sezonit që u mbyll, të cilat kanë rritur bashkëpunimin me artistë të huaj. Gjithashtu titullin Ylli i Art Akademik Ndërkombëtar, i cili ju dorëzua pak ditë më parë nga Akademia Imperialis, Ciko nuk nguron ta shohë si një sukses jo vetëm personal. Dhënia e titullit akademik është një vlerësim për një njeri i cili nuk punon vetëm. Nuk është një shkrimtar që ka përpara letrën e tij dhe një laps. Po kur ke të bësh me një njeri i cili punon së bashku, bën të punojnë 200 veta, sipas një koncepti, sipas një marrëdhënie, sipas një dashurie. Këtu sigurisht unë do të isha shumë egoist po thënë që ky më takon mua. Përpara se të nisë Tina e ardhshme artistike, një koncert i madh do të mbahet në skenën e operas më datë 26 gusht, në 100 vjetorin e lindjes së Nën Terezës.